kështu pa, jo me ikë punës, po sikur me qenë familjen teme, pa pikë pritese, me shumë dashuri edhe me shumë vullnet. Pra çdo dasë më shijani, do sa familja ngushtë. Kush do që t'jetë, sinqerisht po të besom, kush do që t'jetë, ose unë e llogaris sikur me qenë vllau im, për shembull se motra jam, edhe normal që momentin që nisesh çdo punë me kry sikur për veti, ki me pas sukses. Anqofse nisesh në punë, ata bëja mos a bëja jam lodh, si të fillesh lodhjen, me lodhjet marrën. Ashtu mendoj unë. Po. Sa është e vështirë me qenë kaq vite aktive në fushën e muzikës, pra, se gjithmonë me rujt edhe identitetin dhe me rujt atë famën kështu konstante, pra, sepse tashmë kemi shumë artista shumë. Është e vërtet. Unë i takoj një gjeneratës, një plejades pak ma hershme, do me thonë këm fillu me muzikë populore, edhe s'kom dash me ik ati zhonri asë njëherë, e kom dash me rujt me fanatizm, do shta edhe pak gjeneratat tona, pak ma ndrysh. Unë tashi, gjeneratat e reja janë se cili maj mirë se tjetëri, janë për të admiru, edhe i vlerësoj, edhe i qmoj shumë, edhe ma knaqin veshën e shpirtin shumë. Po ta thom kështu shumë traq, edhe lumë nasi i kemë, cilin e ndëgjën maj mirë se tjetëri është. Unë s'kam vri, ardhëmëria jonë janë, ne jecim breziri që duhet të admiru, edhe po punoj mirë, edhe po performoj mirë, edhe unë jam, ta thash sinqerisht, cilin të ndëgjësh knaqet veshi. Me vërtet shumë talentume dhe tashmë janë edhe mundësit. Janë edhe me shkolla, janë edhe i kanë mjetet elektronike, ne kemi mësu një kongë prej Radio Tiranës, as qafsh s'kemi kuptu, as qka po thot që shkemi mujt me kap tekste, për shumë, në kupton. Lema vinë melodik, ta shika, da në punu, foto në YouTube, amo janë, me të vërtet janë të mirë, se cili ma i mirë se sa tjetëri. Me krahasu rrethona se kanë qenë në fillimet e tua me tash. Dita me natë. Dita me natë. As ka pas CD-ja për shamu, as ka pas kaset, as ka pas kur gjë. Radio, prej radio se ke mujt me zonë kongë. Dash me punu, mos dash ngelesh me 5 kongë, 10 kongë. Ngelesh atë, dash me hes për para, bjedha, merë për dikuja, si të mundesh. Kështu ka qenë. është da shumë angazhim, shumë... Jo, ma shumë jo, po je fokusu, veç me ndëgju kur ka pas emisione muzikore në radio, me fokusu, kajt me lanon është me ndëgju. Plus nuk jam përsërit, se ta shikif gjitha, mire ma mirë, gjithë shka e ki full, vetëm apo dëmë me punu. Po tash me teknologjia, së dhe mësë dhe rrjetët sociale, po nikojnë, gëgja mirë edhe në promovimin e artistave. Po tash inteligencë artificiale edhe po ta bon kongën direkt bilshot, i bon qka du. Kemi në fakt shumë kongë që jënë bon me inteligencë artificiale, dhe kështu gëgja dhe gjonë është shumë interesante. Original, po fiks, na ka deklasu. Por prape ka atë... Lezetin originale, është originale, ka lezetin e vetë. Se mundemi me vrejtë, gjithmonë, ndoshta 10 sekundat e pare kemi atë dyshimin se qka është, por me njëherë e vrejna që nuk është një zukshto. Si thujnë të një playback me live e dallon me një. Po. Kjo është... Qka të pësja mas shumë të tek performimi live? Gjithë qka. Performim live jam vetë vetja. Performim live, për shamull, e kam publikun për para, më kupton, e shot dikush qesh, ndodhë në më thot dikush qesh, trem dikush, gjdo vrejtje. Po më njerë kështu? Po, si me thonë, performim live je si kur me sytë kamerës të më shefta, më kupton. Mirë, po kur e ki audiencen për para, je gjithë ka ma, unë ashtu mendoj. Edhe për voja vënd veta. Peks. Unë për shemull ma me qëtë performoj live, mi pas 300-500 vetë, se sa mu fund studio, se gjithë mund friga, tash. Mos po cenzorosh, mos po nuk pe bon ata që ka dëshiron, pe ga bon, apo del vokali mirë, as po del, apo ngurca, gjithë mund me frik, me stres. Po, jo në ato specifikat që... E studio, se po, e vërtet është. Por performimi live me të vërtit e ka edhe atë magjinë e vetë, sepse vret energjia, edhe të shqetë e trupin nga një herë, kështu. Si kur veturën, kur e dhezme, të porën, 2-ën, 3-ën, fillon atmosferat 4-ën edhe hecë qarkullon. Edhe a keni pa gjithmonë kështu familjarët, nështë ta fillim një dasmës, për shambull, jo kanë pak tutën për mu shumë me valzu ose diçka e tilë. Familjarët e kanë, po, njerë desa të mu shmenje në vëllë. Kështu. Gjithë kemi naj familjarë që ishte në tjerë, do me thonë ingrej prej tavolinave në... E vërtet është, dasme nuk e bojnë familjarë, dasmurët e bojnë dasme, se familjarët kanë mu marrë me punë tjera. Kanë me i rahatu ata dasmurët, kanë me sistemu mu marrë me ta. Dasme ta bojnë tjerë që ka i pëton dasmurët, unë ashtu mendoj.
kemi edhe 4 orë, kështu minimumin, ndoshta shumë aktive, shumë me stres. Me stres, kemi përcjell musafirët, ne përcjell dhëndrën e nusën, ne përcjell darkën, ne përcjell çiftin kur vallzon, ne përcjell tortën e çiftit, e përmbylljen au korita, a e bona mirë, a si dulen, a gjithmonë me stres. Po te bën për veti funja knaqë, ose ashtu kështu gjithë knaqë nuk dolen. Gjithëve numër nuk ju bim, harroj, asë. Unë fakt të ndosmën time e kumë vrejt, ndoshta nga njëherë kam pyet ma vona, a ke po këtë familjar, këtë person, ka ardhë, s'ka ardhë. Gjithmonë me kritika. Po, edhe unë këmë thonë, unë sans ku po. Qa që kunë gëgja kështu stres, dhe veçaj momenti, këta familjar të ngurë që e ke pas, ndërsa na që kem kështu prej disa metra ma largë, po. Se nuk e ku aty me diskutu, apo diçka, aty ka veç vallëzim edhe. Më kënaq, me hongër me pillë, me esë, as me hongër sa në kërkush, po mirë, ato i ka dasma, elementet kryesore. Prej emocionit as të poshtë nuk shkan. Fiks, edhe fiks edhe prej emocionit edhe, ndoshta i ke vrejt, bile familjarët edhe rrallë edhe nuk kanë fare ish, nuk kanë, harrojnë se duhet me hongër. Po, ose provojnë kështu nga pak edhe mirë ko akun. Harrojnë, dojtë me sistemu, më do të kënaqën më safet, ajo është natyrë, veç kush. Po, dhe ato komentet pas dosë, më mësën që... Ta të regoj një rast, e kam pas bo si ti Barsolete. Tha niftoj njoni 500 vetë në dasëm. Edhe krejt kur i përcol se cilit ja vëlla ka 100 euro, faleminderit, tip Barsolet. Edhe kur dulen ma të afërmit vetë, a i ka pas vëlezer, apo vëlla, ma të afërmit, aty në jau jap ka 50. Thot, pse neve ka 50, do me thonë që gjithmonë dikush ka me të përqerës, ka me dali knaqë. Edhe ju ke dhanë pare dhe ju ndoj pa knaqë, në më kuptën. Pse ati ma shumë u ma pak, gjithmonë. Jo në ato komentet, kështu, gjithmonë ka me qenë dikush të shtatë që ose i ka përqy shumë, ose i ka përqy ma pak, ose kështu ka me qenë ato kritikat, po me shtë të rëndësishme që qifti me kumë fondi lumëtur, edhe me kumë knaqë. Dite, natë aty në është e veçan, dite aty në, po na, a i kipa dhe me antartë familjes, nuk mund është miro gjithve numër. Dikuj bjen ma ta mund, dikuj ma shkur, dikuj ma... E le ma gjithë aty në dasmorva, e shumë normal është. Morë me rëndësi që shumica me qenë të knaqën, atëre e kemi arrit, kështu që kjo është i vërri. Gjithë knaqën, po e kemi si tradit pak, diçka me gjithë një dopsi jam kupton. E kemi kështu si në gjenë, këtë vesë e kemi shumë të keq. Besam shumë të keq e kemi këtë vesë, nuk i di pse. Pa thonë jam qitit e muzika, mi shurdoj vesht, ushqimi i ftoft, ushqimi jo i mirë, diçka pa thonë, nusja me dhëndrën, këcy nuk patëm ku me këcy ne, ku mu li... E kem kështu, ne jemi si popull ankus, troq po ta thëmë, jemi popull ankus për çdo gjë. A i ki pa se cilë tojmë shpimet e shtrejt, ha? Se apo, kush del me protestu? Vetëm e thonë, e thojmë kështu, na del nga goja dhe kotë. Po, kur fakt protesta, jemi popull ankus, jemi popull kritikus, nuk jemi popull që ndërmorën veprime. Unë ashtu e shok këtë pjesë. Për gjithë shka, qoftë për mirëqenje sociale, qoftë për politikë, për gjithë shka se s'budu më, qoftë për muzikë. A i kështu, unë e kështu, a i ka pas ka qdas, ma unë e ka që. Haj se cili ka riskun e vetë, në fakën e vetë. Am kupton. Çka mendon për konkurencët këtë fushën e fushën tuaj, pra atë muzikës, të artistëve që performojnë në muzikën popullore, muzikën e dasme? Po, konkurenca është, edhe ka qenë gjithmonë, është e madhe shumë, jo lojale, po në thash një gjë, se cilët Zoti ja ka caktu riskun e vetë, apo? I darën e vetë shqip, se cili ka me pas në fakën e vetë. Edhe 500.000 këngëtar, 500.000, dikush 50 dasma, dikush 5, dikush 10, dikush 7, dikush 30, dhe më kuptan. Kjo është caktimi, nuk ta ndalon askush, ka konkurencë, do të me punu, është më rëndësi me qenë me... Në vazhdimësi me qenë janë ka shumë, po. Me qenë në vazhdimësi, mos me ndalu, si të ndalojsh, stagnon edhe të fshin koha. Do të me najtë goqa gati, kësa industrie se me dritë mund... Bojnë albumin që ta është kam një kongë treja tjetër me albume, me videoklip, për ta shpesoj ka shtatori me bo, dhe më thonë, do është me qenë gjithmonë në tregë, në qofë se donë me qenë, në qofë se s'donë. Po, dhe është goqa vështirë me majtë, ka shumë vite, karjerën me të vërtet në bushën me plot suksese. Po, mundu me ashtu, tash nuk e di. Dashuria këtu për profesion. E vërtet, unë e duhe kam pasion. Pasion e kam, se jam jurist edhe me master,
e kom bë kot, do me thonë, gjithmonë kam anu ka muzike, e kom pa veten ma të përmbushëm. Po. Kjo ndoshta edhe më ka shty, mirë, unë jam e lumë të rekrenare, se kom shëtit gjithë botën me muzikë. Kemi pas edhe mjete materiale pare, kemi ma shumë, kemi pa lloj tradite, lloj eksperienca, kemi pas gjatë jetës mirë. Çdo profesion i ka të mirat edhe të metat e veta, po, se cili profesion. Por pavarësisht që jeni juristë kështu me profesion, muzika gjithmonë ka anu dhe ju ka përmbush e vërmanda. Feks pse më ka përmbush tash, kom si studi më darë këtej. Nuk jem shku në e djatë, po të majten. Jo, në djatën e kom qujtë ta prapë. Po ashtu je përmendet që tashmë edhe në albumën e fundit keni edhe disa këngë ritmike kështu. Çka të pëlqen më shumë te këngët ritmike kështu? Po këngët ritmike allegro janë gjalla, domethënë për dasma për neja, momentin që fillon këngë ritmike krejt dasmurt fillojnë që unë dhe kërcim. Kjo është. Ato nuk duan një dy hap pak vokalin me nxjerr dhe vazhdon çarkullon me këngë më gjalla. Po. Ashtu unë mendoj.